Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka numëruar tashmë 100% të vendvotimeve nga zgjedhjet e së dielës të 28 dhjetorit. Numërimi për votat e kandidatëve është në proces e sipër. Në faqen e KQZ-s, ku publikohen rezultatet e të gjitha partive dhe kandidatëve, deri më tani figuron se janë numëruar 32.58% e këtyre votave. Kësaj nga lëvizja vetëvendosje që doli e para në këto zgjedhje, prind lideri i kësaj partie Albin Kurti, i cili përcillet nga Glauk Konjufca, e në vend të tretë renditet Albulena Haxhiu. Në vijim, gjeni listën me 10 kandidatët nga 4 partitë kryesore. Lëvizja vetëvendosje Albin Kurti 110.514 vota, Glauk Konjufca 86.000 e 82 vota, Albulena Haxhiu 44.609 vota dhe i katërti Hekuran Murati 44.000 vota. Në vijim, Donika Gërvalla Zhvarc 39.117 vota, Xhelal Zveçla 35.792 vota, Ajrullah Çeku 32.945 vota, Avni Dehari 29.290 vota. Në vendin e nëntë, Mimoza Kusari Lila 27.259 vota, Eyüp Maqedonsi 25.254 vota. Lista me 10 kandidatët më të votuar deri në këto momente nga Partia Demokratike e Kosovës. Në vendin e parë, Bedri Hamza 51.710 vota. Në vendin e dytë renditet Arjan Tahiri 24.943 vota. Në vendin e tretë Përparin Gruda 23.440 vota. Në vendin e katërt Uran Ismaili 17.877 vota. Në vendin e pestë Sala Jashari 16.879 vota. Vlora Qitaku 14.503 vota. Në vendin e shtatë Arben Mustafa 12.749 vota. Në vendin e tetë Enver Hoxhaj 11.825 vota. Në vendin e nëntë Rahman Ramaj 8.530 vota. Në vendin e dhjetë Ganimete Musliu 9.278 vota. Lista e Lidhjes Demokratike të Kosovës me 10 kandidatët më të votuar deri më tani. Në vendin e parë, renditet Lumira Bixhiku 23.899 vota. Në vendin e dytë, Ykmete Bajrami 15.305 vota. Në vendin e tretë, Ukrubova 13.408 vota. Në vendin e katërt, Avdullah Hoti 11.808 vota. Doar Sakica Xhelili 11.767 vota. Në vendin e gjashtë, Kujtim Shala 10.362 vota. Në vendin e shtatë, Anton Çuni 8.421 vota. Në vendin e tetë, Armend Zemaj 8.056 vota. Në vendin e nëntë, Lutfi Haziri 7.060 vota. Dhe në vendin e 10, Janina Ymeri 5.692 vota. Ndërkohë, kreuja AK-s Ramush Haradinaj ka marrë deri tani 12.023 vota, ndërsa vëllai i tij, Daud Haradinaj, renditet i dyti në listën e AK-s me 7.285 vota dhe Besnik Tahiri në vendin e tretë me 7.185 vota.